Betejë elektorale e këtij viti po zhvillohet më së shumti në rrjetet sociale. Drejtues forcash politike dhe kandidat për deputet kanë zgjedhur që komunikimin me publikun ta bëjnë nëpërmjet Facebookut, Instagramit apo TikTokut. Disa kanë zgjedhur të flasin për ide dhe programe, disa të tjerë të takojnë qytetarët dhe disa të tjerë të sulmojnë pa pushim kundërshtarët politik. Por mes tyre ka disa që janë kthyer në hite të vërteta në këtë muaj politikisht të nxehtë. O Rame, kishe nxjerr shoqet me kërcyr, Rame. Po shokët më ram, të tundën e qike 7-313. Po si ka mundësi, mo? Si mundesh, mo, t'jesh I leqar I pangoput? Si mundet, mo? Po si s'te ka marrë maui, mo, të bësh një gardë ndershme? Ja, mo, fitove, herë, 2 herë, 5, do vdesësh, mo, një ditë. Si unë, mo, do vdesim të 2 një ditë, mo. Basha dhe Lapaj thuaj se janë tjetërsuar gjatë kësaj fushate duke u kthyer në persona krejt të ndryshëm nga ata që kemi parë më përpara. Por sidoqoftë hiti më I klikuar I këtij muaji përket dikujt tjetër. Një personazh fare periferik dhe I panjohur deri kur thërriti, "O Gazo! O Gazo, të përshëndes nga Athina, shife sa është ku, shife. Gazo, po ku je mo Gazo?" Në videot e vazhdueshme të Zegjines së Roskovecit me objektiv Gazmend Bardhin, drejtuesin e fushatës së Partisë Demokratike në Fier, vërehet fare qartë një gjues forcuar. Ndërkohë, shprehja e fytyrës jep ide një personi që nuk është se e bën me aq qejf çfarë është ngarkuar, sepse në fakt burimet tona na informojnë që daljet e Zegjines janë të pilotuara nga shefja e saj në fushat Belinda Balluku. Nejse, çështje strategjish për relativizim të kundërshtarit që ngjisin vetëm tek militantët. Ajo që për ne ka rëndësi është vetë personazhi në fjalë, e cila është një njohje 2 vjeçare e Jona. Në fillim kur banorët e Kurjanit, të cilët vendosën të hedhin çakull në rrugën e amortizuar të fshatit, u paditën në polici. Po dhe një makinë çakull këtu dhe u bë problema punë para disa ditësh, erdhi policia këtu. Po pse e hodhët çakullin? Ishe pa kalueshme, s'vinin dot as për te shkolla, as për te doktori. Unë kam gruar me barkçar, e çoj ditë për ditë e vizitoj. Tu s'mund ikësh në kamp, të dhemi veshkat, jo t'ikësh me makinë të marrësh një cëmur. Dhe kush e bëri kallëzimin ndaj fshatarëve? Shkelja është kryerja e punimeve pa u pajisur me lejen apo autorizimin përkatës. Unë jam gjendur përballë këtij fakti, kam bërë një kallëzim në polici për të gjetur qytetarin e vërtet apo personin që e mori përsipër këtë gjë. Por Zegjineja e Roskovecit nuk e kishte problemin me rregullimin e rrugës nga banorët me lekët e tyre, por tek përdorimi politik I çakullit. Ishte një qytetar I thjesht apo ishte një person që ka interesa politike mbi këtë fakt? A është ky një krim? Nuk mundet një drejtues politik të ndërhyjë në një pronë publike pa një leje apo një autorizim përkatës. Është turp për atë në vend që ata banorë ti falenderoj, të thotë ju faleminderit për shërbimin sepse unë nuk e pata mundësinë, më doli jashtë kontrollit, por I terrorizon duke çuar dhe policinë e rendit dhe policinë bashkiake dhe në Kon Aramet nuk ka ndodhur kjo. Pasi ka futur në burg bashkëfshatarët e saj, Zegjineja do të përfshihej në një skandal për të cilën bashkë me shefen e saj Majlinda Bufi kanë përfunduar të dyja në SPAK. Gjoja të, 5 milion lekë minimalisht gjobën, edhe vetë e dojnë në biznes burgë. Ky kërcënim me burg ndaj një banori të Roskovecit nga Zegjineja shoqërohet me një ftesë për të punuar për Partinë Socialiste në fushatën e zgjedhjeve vendore të 2 viteve më parë. Një shantazh I hapur që dënohet me ligj. Do t'i përgjigjemi bashkë Gazit me që ke bërë kaq shumë thirrje. Po, të tjera. Gazo! Gazitu. Shiko ku jam të keqen motra me Zegjinen e Roskovecit. Po. Do t'i thuash diçka se ke dëgjuar? Çfarë do t'i them? Gazi do I përgjigjem në videon e radhës edhe jam duke e përgatitur. Faleminderit. Në fakt, përpara se të shkojmë tek video e radhës së shakaxheshës së Roskovecit, le të bëhemi pak serioz dhe të kuptojmë se si u kallëzua nga qendresa qytetare për përdorim të aseteve shtetërore në fushatën zgjedhore, apo se si shantazhoi qytetarin në zyrën e kryetares së bashkisë. Si ka mundësi që akoma pa u zgjedhur deputete e zonës, u kallëzove në KQZ? E ke marrë përdorim të burimeve marrë informacionet gabim. Në kohë fushat. Marrë informacionet gabim. Po videoja e kapur nga Piranja, të thotë diçka? Që që duhet I shërbente kryetares së Bufi sepse ja vlen. Jam në takim. Sipas teje ja ka vlet shërbimi kryetares? Do të bëj video nga Gazo. Ja ka vlet shërbimin që I keni bërë kryetares, me sa duket Zegjine. Shërbimin tani mos e ul veten të kaq e bezdisur. Si do jetë ardhmja jote politike sepse akoma pa filluar. Tani mos akoma pa filluar për
Po të lutemi vazhdo, mos të bëj kallëzimu, mos më detyro mua tani vazhdo. Pafshim, shumë faleminderit. Okej, Zegjine, po të lënë përgatisësh videomesazhin e radhës. Dhe Zegjineja na e dëgjoi menjëherë fjalën. Gazo, ku je o yll?